Vale re e lagësht me reshje të shiut, borës dhe rritje të temperaturave do të kaploj Maqedoninë prej të premtes. Nesër në mëngjes do të jetë shumë ftohtë në pjesën më të madhe të vendit në -15 gradë, ndërsa gjatë ditës kryesisht me diell me rritje të temperaturave të ditës. Si shkumtoi Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, të premten do të ofrojë edhe erë matur nga drejtimi jugor, ndërsa temperaturat maksimale çdo kund do të jenë pozitive. Nga fundi i ditës dhe të shtuna në viset më të larta dhe në male, do të ketë reshje të borës, ndërsa në vendet më të ulta edhe shije dhe borë. Reshje do të jenë me të rëmbyeshme në pjesët perëndimore, ku do të vijë deri te rritja e shtresës së borës, përgjatë vardarit dhe në pjesët jugore në vendet më të ulta, do të ketë zvoglim të shtresës së borës. Të dielën do të ketë stabilizim kalimtar, ndërsa prej të hënës do të mbajë moti ndryshueshëm me vranësira, me reshje të kopaskoshme të borës, me intensitet të ndryshueshëm. Temperatura e ditës do të jetë rreth 0 gradë.